dije se nuk ke mundësi me arrit tek Allahu xhallahu ala përveç. Ka thënë qysh arrihet tek Allahu te barekutaala. Është edhe haxhi është udhtim për marrit tek Allahu xhallahu ala. Ti në haxh nis me mitë e Zotit xhallahu, me kon më afër Allahut te barekutaala, me pastru, me kon më i lehtë në ngritje tek Allahu xhallahu. Do të dije se nuk ke mundësi me arrit tek Allahu xhallahu ala përveç me tajarrud, me përkushtim maksimal në sinqeritet. Tajarrud është mushvesh. Mushvesh. Çuçi dish tishat komplet. Apo për me ihramin, çashtu e kuptim rëndshëm. Zhveshën nga gjithë tendencë e syfatësisë, vetpëlqimit, mendjemallësisë, arrogancës, paragjykimit, çka mëresh. Nuk ke mundësi. Qëllimi i autorit është me tregu se ashtu sikur që nuk bëhet haxhi pa u zhvesh, për me vesh një petk tjetër që s'është petk dunjaja apo. Çashtu edhe nuk mundesh në aspektin e brendshëm me kon i ngarkuar me punë të dunjas e me shku tek Allahu xhallahu. Nuk mundesh apo. Pjesa e brendshme nuk e bën dunjon. Prandaj në dunjë ka arrogancë, ka garim kush ka më shumë. Dunja që është apo. Nëse te besimtari nuk ka garim kush ka më shumë në kuptimin e mallit, por kush ka më shumë tek Allahu është problem, kush arrin tek Allahu xhallahu ala më shpejt e më shumë, kush është më bamirës, çka është ajo që të jarrudon. Thot wal infiradi bi khidmatihi. Edhe të ketë një lloj vetmimi në shërbim. Jo me kon që haxhi të ndozë është kolektiv. Don kimë shku me shok, kimë po mundohu me gjet, domthon kohra veçanërisht në situata të veçanta ku veç vetë jam. Sa të ke mundësi tash, aty thot dikush ku më shku vet. Ai që don gjon. Ama gjej apo beshti me Allahun te barekutaala. Për shembull të lozër, a ka mundësi haxhiu me shku natën qabe, edhe veç vetë qysh më fal. Aty njerëz ka po, ata njerëz si mos më kon se si të ki njerëz të huaj që nuk njohin, skimo apo ama njerëz që njohin sana krijojnë një falloj presioni të vazhdueshëm që smush me kuara ata. Prandaj vetmimi është shumë i rëndësishëm në udhëtimin drejt Qabës. Qoftë në umre, qoftë në haxh, doni qysh, doni vetmim ti me Allahun ton. Domthonjë që thotë Ibn Qayyim rahimullah, duhesh me e jetësu në maksimum el uns bilan Qabën. Shoqërinë me Allahun xhallahu ala. Nëse nuk e nin miqsinë me Allahun shpirt Allahut ku kemi nin vallë. Andaj Qabi është shtëpia e Allahut azh xhallahu. Ti bashkon tek Allahu musafir. Allahu ta ka qelë derën. Allahu të ka pranu, apo s'ka pas kohë për ta, pak mu vetëm Allahu xhallahu ala në kuptim të meditimit për Zotin, dhikrit, pendimit, përjetimit të këndshëm të këtij komunikimi të veçantë dhe shumë intim që e kemi me Allahun te barekutaala, që këto i mundson ai vën atje. Edhe pse është i zhurmshëm, edhe pse ka kallabllak, megjithatë ka mundësi besimtari me gjithë kohra dhe vende ku realisht gjitha këto si bëjnë përshtypje, ka mundësi me u izolu mbrana vetes tij për një vetmim me Allahun xhallahu ala për ta përjetuar miqsinë dhe shoqërinë me Allahun xhallahu xhelaluhu.